janë të panumërta historitë e njerëzve të cilët në momente të caktuara kanë kuptuar se çka I bie me pas turp nga Zoti. Se që rasti I një të moshuari I cili në moshë të shtyr I thonë se duhet ta bëjë një intervenim në zemrën e tij. E ai refuzon. E pas shumë kërkesave të mjekëve të familjarëve, thonë pse po refuzon? Thot sepse tash duhet të bëj investim të madh në zemrën time. Dhe në fund duhet të them mjekut faleminderit. E që është normale. Thot për ajo që unë refuzoj, thot është turpi nga Zoti I botrave, I cili këto 70 vite ma ka bë që zemra ime të qarkullon, thot e unë asnjëherë nuk më ka rënë ndërmend të them Zotit elhamdulillah. Pra vjet turp nga Zoti që asnjëherë nuk më rënë ndërmend ta falenderoj me thellësinë e shpirtit, me thellësinë e zemrës. Ande për sa të mira dhe begati duhet të vjet turp nga Zoti që nuk e falenderojmë ata sa duhet, apo jemi nga ata të cilët bëjmë gjuna. Andaj pejgamberi sa më thot istahyu min Allah haqq al-haya, të vjet turp nga Allahu subhanahu wa taala me turpin cilën e meriton Allahu subhanahu wa taala.